Shumë të dashur bashkëkandidatar nga Mërgata, shumë të dashur motra e vëllezër, mirë se erdhët në shtëpinë tuaj. Ka vërtet një pjesë të atë dheut që nuk qëndron gjithnjë brenda kufive të hartës, por zemra për atë dheun u rreh edhe nga mira kilometra larg. Ka një Kosovë që përveç gjuhës sonë të zemrës, gjuhës shqipe, flet edhe shumë gjuhë të tjera, që punon në shtetet të largëta, por mendimin dhe zemrën gjithmonë i mban këtu. Kjo Kosovë është Mërgata jonë, një copë atë dheu që jeton larg dhe afër njëkohësisht, që nuk u shkëput kurrë, edhe kur u detyrua të largohej. Nderi i një kombi matet me ata që i qëndrojnë atë dheut pranë edhe atëherë kur fizikisht janë larg. Janë disa njerëz të cilët asnjëherë nuk kërkuan lavdi, mirë po me veprat e tyre gjithnjë i dhanë lavdin më të lartë atë dheut. E tillë është Mërgata jonë. Ajo që i dham mbështetje vendit në kohët më të rënda, e ajo që na gjendet pranë edhe sot, teksa vendi ynë përballet me sfida të reja. Ju jeni dëshmi se atë dheu nuk është vetëm vend, por është edhe besë, është kujtesë dhe njëkohësisht përgjegjësi. Jeni ata që e mbajtët gjallë emrin e Kosovës në kohët më të rënda, ata që e bartët flamurin ton kombëtar në përbot kur ai ende nuk valvite i lirshëm këtu në Kosovë, ata që e ruajtët gjuhën edhe krenarin në ditët më të vështira për ne. Prandaj sot, kur ju themi të gjithve mirë se erdhët në atë dhe, nuk po ju presim si mysafir, por si pjesë e pandashme e vetvetes sonë. Të nderuar mërgjimtar, sot jemi këtu bashkarisht në këtë fundvit për ta dëgjuar sërish njëri tjetrin, sepse për ne s'është hera e parë që takohemi, ju kemi pritur e na keni pritur vazhdimisht. Pra për ta dëgjuar zërin e kujtesës, zërin e historisë dhe zërin e atë dheut, që edhe kur është larg, asnjëherë nuk pushon së thirruri. Kjo nga se për ne shqiptarët, e veçanërisht për Mërgatën tonë, atë dheu nuk është thjesht një simbol në hartë. Është një ndjenjë, është një kujtim dhe është një mall i pashuar. Është ai imazh që na ndjek në ditët e punës së rëndë dhe në netët e gjata të vetmisë. Është ajo pamje që sikurse në këngët tona epike rikthehet vazhdimisht në mendjen tonë. Malet dhe fushat e Kosovës janë kujtesë kolektive, janë historia jone e përbashkët, janë dëshmi e qëndrueshmërisë së një populli që edhe kur dhunshëm është shpërndar në përbot, nuk e ka humbur asnjëherë busullën shpirtërore dhe identitetin kombëtar. Mërgata shqiptare, Mërgata jonë ka lindur nga nevoja, nga dhimbja, nga mungesa e perspektivës, por edhe nga padrejtësia, dhuna e dëbimet. Megjithatë, ajo nuk u shndrua kurrë në harresë. Përkundrazi, u bë forcë, u bë rezistencë dhe u bë mburojë e identitetit ton kombëtar. Prandaj, veprat e Mërgatës sonë nuk janë thjesht pjesë e arkivës së historisë sonë. Ato qëndrojnë në vetë themelet e shtetit ton. Ju jeni dëshmia më e gjallë se Mërgata jonë është yll e fortë dhe e pathyeshme e Republikës sonë të lirë e sovrane. Në ditët më të vështira të historisë sonë, kur liria ishte ndaluar, Mërgata ishte ajo që na mbajti gjallë shpresën. Ishte ajo që organizoi, që protestoi, që foli në emrin e Kosovës dhe të popullit Kosovës në kancelarit më të rëndësishme të botës. Ishte ajo që hapi rrugë
ishte ajo që ndërtoi ura e miqësi, ishte ajo që ndihmoi familjet, që mbajti gjallë arsimin nën okupim, që përkrahu luftën për liri dhe dinjitet. Ishte mërgat e gatshme kurdoherë për të kthyer në atë dhe madje edhe duke rrezikuar jetën. Këtë e dëshmuan shumë pjesëtar të mërgatës sonë, duke u bashkuar fillimisht rezistencës paqësore të ndërtuar nga ati themeltari i Republikës sonë, presidenti historik Dr. Ibrahim Rugova. Duke ndërkombëtarizuar çështjen e Kosovës kur neve na mohohej liria, e dëshmuan sërish kur djem e vajza nga Mbergata u kthyen në tokën e Kosovës për të luftuar për mbrojtjen e atë dheu, duke u bërë pjesë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe kapitullit më të lavdishëm të historisë sonë. E këtë e dëshmoni secili prej jush edhe sot, sa herë ktheheni në Kosovë, sa herë mbështetni familjet tuaja, sa herë investoni këtu, sa herë jeni prezent. Ju jo vetëm që e ndihmoni Kosovën, ju bashkarisht me secilin prej nesh ndërtoni të ardhmen e vendit tonë. Sot shumë të rinje të reja kthehen në Kosovë edhe për të investuar, për të zhvilluar Kosovën e për ta bërë edhe më të fortë. E ky refleks i kthimit, kjo thirrje e brendshme, ka qenë gjithmonë pjesë e shpirtit të mërgatës sonë. Pas luftës dhe pas shpalljes së pavarësisë, Kosova hyri në një kapitull të ri. Një kapitull të mbushur me shpresë, por edhe me sfida. Në këtë proces mërgata nuk është vetëm kujtim i së kaluarës, por mbi të gjitha është partner i së ardhmës. Sot Kosova sërish ka nevojë për kontributin tuaj, për idetë tuaja, për përvojën tuaj, për dijen që keni fituar në vendet ku jetoni dhe punoni. Ka nevojë për nisma që sjellin akoma më shumë zhvillim, për projekte që krijojnë vende pune, për teknologji dhe inovacion. Ka nevojë për ekspert që kthehen qoftë përkohësisht apo përgjithmonë, për të ndarë dijen, për të ndërtuar institucione edhe më të forta, për të ngritur standarde edhe më të fuqishme profesionale. E po aq sa Kosova ka nevojë për mërgatën, edhe mërgata ka nevojë për një shtet që e dëgjon, që e respekton dhe që e përfshin. Një shtet që vazhdon të krijojë kushte të drejta, ligje të fuqishme dhe një klimë besimi, ku kthimi fizik apo profesional nuk është sakrificë, por është një mundësi e përbashkët. Kjo zemër që vjen me vrap drejt Kosovës, gjithnjë sa herë që kemi nevojë, është edhe thirrje për bashkëpunim. Është dëshirë për të qenë gjithnjë pjesë e diçkaje më e madhe se vetvetja. Është dëshmi se lidhja ndërmjet Kosovës dhe mërgatës nuk është thjesht një nostalgji, por edhe kapital njerëzor dhe moral. Prandaj sot më shumë se kurrë, kjo lidhje duhet të forcohet. Në një botë të paqëndrueshme me sfida të reja gjeopolitike, ekonomike dhe shoqërore, Kosova ka nevojë për unitet, për mendje të hapura dhe për bashkëpunim të gjithanshëm. Kjo dashuri për Kosovën gjithnjë ka qenë forca jonë më e madhe. Le ta shndrojmë atë në zhvillim, në mirëqenie dhe në një të ardhme më të sigurt për brezat që vinë pas nesh. E duke qenë në prag të një viti të ri, dua që kjo pritje dhe ky takim me ju të shoqërohen edhe me urimet më të përzemërta për secilin prej jush. Le të jetë viti që vjen një vit i begat, me suksese personale dhe profesionale, me shëndet të mirë për ju dhe familjet tuaja dhe me paqe e harmoni në çdo shtëpi shqiptare. Uroj që viti i ri të sjellë më shumë mundësi, më shumë bashkëpunim dhe më shumë arsye për t'u kthyer në atë dhe, për t'u afruar dhe për të ndërtuar së bashku. Le të jetë ky një vit kur ëndrat marrin formë, ku puna shpërblehet dhe kur Kosova jon e dashur ecën edhe më shumë përpara me besim e me dinjitet. Le të kontribuojmë pra në këtë ëndër secili prej nesh, ashtu siç kumbon refreni i këngës epike që na ka bashkuar e na bashkon edhe sot të gjithëve, pavarësisht se ku jetojmë. Oj Kosovë, oj nana ime, ndonë se jam i mërguar
dashnin tonë dhe zemra, kur s'ka me harruar. Mirë se erdhët në atë dhe, mirë se erdhët në Kosovën tuaj, Zoti e bekoft Republikën tonë të dashur, gjithë qytetarët tanë dhe mërgatën tonë. Gëzuar,